Është përcjell sot për në banesën e fundit humoristi dhe parodisti i njohur vlonjat Mane Lumani, mjeshtër i madh dhe qytetar nderi i Vlorës, i cili u nda nga jeta pas një sëmundjeje të rëndë. Homazhet në nder të tij u zhvilluan në ambientet e teatrit Petro Marko, ku familjar, miq, kolegë dhe qytetar të shumt vendosën lule dhe bënën nderimet e fundit për artistin që për dekada me radh solli buzëqeshje në skenën shqiptare. Mes lotësh, bashkudhëtarët e tij në skenë, Afrima Galliu dhe Agron Hamo, theksuan se me largimin e Lumanit shuhet një tjetër nga 4 parodistët simbol të Vlorës. Ishte ai i cili edhe pas zë ne e merrnim në shfaqjet tona, ka qenë i pranishëm, prezent dhe edhe ashtu pa folur i bënte njerëzit që të qeshin e të kënaqeshin me humorin e tij. Do të kesh shumë net dimri që thoshin plakat flash për atë figurë aq të madhe. Ne na janë larguar nga jeta dy aktorë shumë të mëdhenj. Kripa dhe Lezeti. Por unë them se Mane do mbetet shumë kohë në mendje dhe kujtesën e njerëzve. Edhe aktori i njohur Bujar Askeriu u shpreh se arti shqiptar humbi një nga figurat e tij më përfaqësuese, një emblem të humorit kombëtar. Emblema e parodistëve shqiptar që njihen dhe një prej tyre ishte Mania, do të ngjelet në historinë jo vetëm të artit vlonjat, por të artit shqiptar. Mane Lumani largohet fizikisht, por mbetet i gjallë në kujtesën e publikut si një ikonë e humorit vlonjat dhe shqiptar.